Bëni kujdes nëse hani qep. Kjo video është për ju. Edhe pse qepa konsiderohet një nga ushqimet më të shëndetshme, jo të gjithë organizmat e tolerojnë njësoj. Për disa njerëz, konsumimi i saj mund të shkaktojë fryrje, urdhë, probleme me tretjen apo të përkeqësojë disa gjendje shëndetësore. Në këtë video do të zbulojmë se kush duhet të tregojë kujdes me qepën, cilat janë përfitimet e saj të vërteta dhe kur është më mirë ta kufizoni ose ta shmangni. Mos e humbisni, sepse një informacion i vetëm mund të bëjë ndryshimin për shëndetin tuaj. Pse qepa nuk është e përshtatshme për të gjithë? Qepa është përdorur prej mijëra vitesh si pjesë e gatimeve tradicionale në mbar botën. Ajo i jep ushqimit aromë, shije dhe përmban një sër lëndësh ushqyese si vitaminas, vitamina B6, folat, kalium dhe antioksidant. Për shumë njerëz, konsumimi i saj është pjesë e një diete të shëndetshme. Megjithatë, ekziston një keqkuptim i zakonshëm. Fakti që një ushqim është i shëndetshëm nuk do të thotë se është i përshtatshëm për çdo person dhe në çdo situatë. Çdo organizëm është i ndryshëm. Ajo që i bën mirë një personi mund t'i shkaktojë shqetësime një tjetri. Një nga arsyet kryesore është sistemi tretës. Qepa përmban karbohidrate të quajtura fruktane, të cilat e disa njerëz treten me vështirësi. Kur këto substanca arrin në zor, bakteret i fermentojnë dhe mund të prodhojnë gazra. Si rezultat, disa persona përjetojnë fryrje të barkut, parehati ose dhimbje abdominale, sidomos kur konsumojnë qep të gjallë. Këto shqetësime janë më të zakonshme te personat që vuajnë nga sindroma e zorrës së irrituar (BS). Për ta, edhe një sasi e vogël qepësh mund të shkaktojë simptoma si fryrje, gazra, ngërçe apo ndryshime në jashtëqitje. Në raste të tilla, mjeku ose dietologu mund të rekomandojë kufizimin e ushqimeve të pasura me FODMAP, ku përfshihet edhe qepa. Një tjetër grup që duhet të tregojë kujdes janë personat që vuajnë nga urthi ose refluksi gastroezofageal. Te disa individ, qepa veçanërisht kur konsumohet e gjallë mund të përkeqësojë ndjesinë e djegjes në kraharor ose kthimin e acidit nga stomaku në ezofag. Kjo nuk ndodh te të gjithë, por nëse vini re se simptomat shfaqen pas konsumimit të saj, ja vlen ta diskutoni me mjekun. Edhe mënyra e përgatitjes ka rëndësi. Shumë njerëz e tolerojnë më mirë qepën e gatuar sesa atë të gjallë. Gjatë gatimit, disa nga përbërësit që shkaktojnë shqetësime tretës e ndryshojnë, duke e bërë ushqimin më të lehtë për stomakun. Një tjetër aspekt që shpesh harrohet është sasia. Edhe ushqimet më të shëndetshme mund të shkaktojnë parehati kur konsumohen në tepric. Një sallatë me shumë qep të gjallë mund të tolerohet mirë nga një person, ndërsa një tjetër mund të ndjejë fryrje ose gazra për disa orë. Në raste të rralla, disa njerëz mund të kenë alergji ndaj qepës. Shenjat mund të përfshin kruarje në gojë, skuqje të lëkurës, enjtje ose vështirësi në frymëmarrje. Këto janë situata që kërkojnë vlerësim të menjëhershëm mjekësor dhe nuk duhen neglizhuar. Kjo nuk do të thotë se qepa është e dëmshme. Përkundrazi, studime të shumta tregojnë se ajo mund të jetë pjesë e një regjimi ushqimor të shëndetshëm fal përmbajtjes së saj me fibra dhe antioksidant. Mesazhi kryesor është se duhet të dëgjoni sinjalet e trupit tuaj dhe të kuptoni se cilat ushqime ju përshtaten më mirë. Kush duhet të tregojë më shumë kujdes me konsumimin e qepës? Siç e përmendëm, qepa është një ushqim me vlera të shumta ushqyese, por ka disa grupe njerëzish që mund të kenë nevojë të kufizojnë ose të përshtatin mënyrën se si e konsumojnë. Kjo nuk do të thotë ta eliminojnë domosdoshmërisht nga dieta, por të jenë të vetëdijshëm për reagimin e trupit të tyre. 1. Personat me sindromën e zorrës së irrituar (BS). Një nga grupet që preken më shpesh janë personat me sindromën e zorrës së irrituar. Për shkak të përmbajtjes së fruktaneve, qepa mund të shkaktojë fermentim të shtuar në zorr, duke quar në fryrje të barkut, gazra të shumta, dhimbje ose ngërçe, ndjesi presioni në bark. Nëse këto simptoma shfaqen rregullisht pas konsumimit të qepës, është mirë të konsultoheni me një mjek ose dietolog për të parë nëse nevojitet një regjim ushqimor i përshtatur. 2. Personat që vuajnë nga refluksi ose urthi. Qepa e gjallë është një nga ushqimet që mund të përkeqësojë simptomat e refluksit te disa persona. Ata mund të ndjejnë djegje në kraharor, shije të hidhur ose acide në gojë, rëndim pas vakteve, gromësira të shpeshta. Nëse vini re këtë lidhje, provoni ta konsumoni qepën të gatuar ose në sasi më të vogla dhe vëzhgoni nëse simptomat përmirësohen. 3. Personat me stomak të ndjeshëm. Disa njerëz nuk kanë një sëmundje të diagnostikuar, por kanë një stomak më të ndjeshëm. Për ta, qepa e gjallë mund të shkaktojë parehati, sidomos kur hahet me stomakun bosh. Shenja të zakonshme janë rëndes në stomak, fryrje, shqetësim tretës, ndjesi të përziera.
Në këto raste, gatimi i qepës shpesh e bën atë më të lehtë për t'u toleruar. 4. Personat që marrin ilaçe për hollimin e gjakut. Qepa përmban substanca natyrore që mund të ndikojnë lehtë në mpiksjen e gjakut. Për shumicën e njerëzve kjo nuk paraqet problem, por personat që marrin barna si hollues gjaku duhet të konsultohen me mjekun përpara se të bëjnë ndryshime të mëdha në dietë. Nuk rekomandohet ndërprerja e qepës pa këshillën e profesionistit, por as konsumimi i sasive shumë të mëdha pa u informuar. 5. Personat me alergji. Edhe pse është e rrallë, alergjia ndaj qepës ekziston. Simptomat mund të përfshin kruarje në gojë ose fyt, skuqje të lëkurës, ënjitje të buzëve ose fytyrës, vështirësi në frymëmarrje. Nëse shfaqen këto shenja, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. A është më e mirë qepa e gatuar? Për shumë njerëz, përgjigjja është po. Gatimi e zbut strukturën e saj dhe mund të ulë efektet irrituese për sistemin tretës. Kjo është arsyeja pse shumë persona që nuk e tolerojnë qepën e gjallë nuk kanë probleme kur ajo përdoret në supa, gjell ose salca. Megjithatë, kjo ndryshon nga një individ te tjetri. Nuk ka një rregull që vlen për të gjithë. Si ta konsumoni në mënyrë më të sigurt? Nëse dëshironi të përfitoni nga vlerat ushqyese të qepës pa shqetësime, mund të ndiqni disa këshilla të thjeshta. Filloni me sasi të vogla. Mos e konsumoni gjithmonë me stomakun bosh. Nëse ju shkakton parehati, provoni ta konsumoni të gatuar. Mbani shënim nëse simptomat përsëriten pas ngrënjes. Është e rëndësishme të mos nxirrni përfundime vetëm nga një episod i vetëm. Shikoni nëse reagimi përsëritet disa herë dhe, nëse po, konsultohuni me një profesionist të shëndetit. Përfitimet e qepës dhe kur duhet të kufizoni konsumimin e saj. Pasi folëm për rastet kur qepa mund të shkaktojë shqetësime, është po aq e rëndësishme të kuptojmë se për shumicën e njerëzve ajo mbetet një ushqim shumë i vlefshëm. Nuk është e nevojshme të hiqet nga dieta vetëm sepse mund të mos tolerohet mirë nga disa persona. Një nga arsyet pse qepa rekomandohet shpesh në një regjim ushqimor të ekuilibruar është përmbajtja e saj e lartë me antioksidant. Këto përbërës ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i shkaktuar nga radikalet e lira, të cilat lidhen me plakjen dhe me zhvillimin e disa sëmundjeve kronike. Qepa është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës, e cila luan një rol të rëndësishëm në funksionimin normal të sistemit imunitar dhe në prodhimin e kolagjenit, një proteinë e nevojshme për lëkurën, enët e gjakut dhe indet lidhëse. Një tjetër përbërës i dobishëm janë fibra. Ato ndihmojnë tretjen dhe kontribuojnë në ushqimin e baktereve të dobishme që jetojnë në zor. Një mikrobiom e shëndetshme lidhet me tretje më të mirë dhe me shëndet më të mirë në përgjithësi. Disa studime sugjerojnë se konsumimi i rregullt i perimeve si qepa mund të jetë pjesë e një diete që mbështet shëndetin e zemrës. Kjo nuk do të thotë se qepa është një kur apo zëvendësim i trajtimeve mjekësore, por se ajo mund të kontribuojë si pjesë e një stili jetese të shëndetshëm. Megjithatë, edhe një ushqim me shumë përfitime nuk është domosdoshmërisht i përshtatshëm në çdo situatë. Nëse pas konsumimit të qepës vëreni vazhdimisht fryrje, dhimbje barku, urth ose shqetësime të tjera, mos i injoroni këto sinjale. Trupi juaj mund të jetë duke ju treguar se ajo nuk tolerohet mirë, të paktën në atë formë ose në atë sasi. Në vend që ta eliminoni menjëherë, mund të provoni disa zgjidhje të thjeshta. Për shembull, konsumojeni të gatuar në vend të gjallë, zvogëloni sasin ose kombinojeni me ushqime të tjera. Shumë njerëz zbulojnë se këto ndryshime janë të mjaftueshme për të shmangur shqetësimet. Nëse simptomat vazhdojnë, janë të forta ose shoqërohen me humbje peshe, gjak në jashtëqitje, dhimbje të forta apo vështirësi në gëlltitje, është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek. Këto simptoma nuk duhet t'i atribuohen automatikisht qepës, pasi mund të kenë shkaqe të tjera që kërkojnë vlerësim profesional. Në fund, mesazhi kryesor është i thjeshtë. Qepa është një ushqim i shëndetshëm për shumicën e njerëzve, por jo çdo organizëm reagon njësoj. Njohja e trupit tuaj, konsumimi me masë dhe konsultimi me profesionistët e shëndetit kur keni shqetësime janë mënyra më e mirë për të përfituar nga ushqimi pa rrezikuar mirëqenien tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni, ta shpërndani me miqtë dhe familjarët dhe të abonoheni në kanal për më shumë këshilla të bazuara në informacion të besueshëm mbi ushqimin dhe shëndetin. Kujdesi për shëndetin fillon me zgjedhje të informuara, një vakt në një kohë.